Kurse sa i përket atyre që e njekun atë, kja është mi tërhek edhe vëmendje në mënyrë që ta dinë se ky person është për me përfitu prej tij dhe ja të kalohet në ekstrem. Sepse ky është që të na mësojnë ne, fjala vjen, të kena dobi prej tij, të marrim prej këshillave, orientimeve të tija, mirë po jo të kalojmë në ekstrem. Jo ta madhnojmë mi atë që meriton. Jo të japim përparësi fjalës tij përpara fjalës së Allahut subhanahu wa taala ose fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kjo gjë duhet me e bë njeriu sa më modest dhe po ashtu edhe njekësat e tij duhet me i bë sa më të kuptueshëm që ky person përfitohet prej tij dhe merret prej tij dhe orientimet e tija, këshillet e tija, mirë po fjala e atij që nuk kthehet mrapa është fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj që kjo është një fjalë shumë e bukur dhe për mu meditu, për me reflektu gjithë secili prej nesh, kur thot pra Abdullah ibn Mas'udi, "Law ta'lamuna dhunubi", po me i ditë ju gjunahet e mia, nuk do të bashin dy veta për me më ardhë mrapa. Pse? Sepse i dini gjunahet e mia, i dini gabimet e mia. Dhe nuk ju bëhet me ardhë mas mejet. Dhe kjo është një fjalë e bukur e Abu Muhammed al-Qahtanit, i cili thot në nijen e tij, pa me ditë ju gjunahet e mia, atëherë ba me më pa në rrugë më sënaj, as selamin nuk do të më kishit dhënë. Kja si modesti e këtij dietare tjetër, i cili nga dija e tij se çfarë gjunahesh ka për mangësitë e tija, atëherë i ka thënë njerëzve se ju ba me i ditë atë që ma ka mlu Allahu te baraka wa taala, atëherë as selamin nuk do të ma kishit kthy. Një fjalë shumë e njoftun e Abu Bekrit radiallahu anhu, që lidhet me fjalën e Abdullah ibn Mas'udit, thot: "Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun." Kur ka një herë Abu Bekri njerëzit duke e lëvdu, duke fol mirë për të, ka ba dua Abu Bekri: "O Allah, më ban më të mirë se sa mendojnë njerëzit dhe më fal mu atë gjatë që ata nuk e din." Kja është një prej këshillave që ka Abdullah ibn Mas'udit.